Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës hapi dyert mbrëmjen e së hënës për ekspozitën e parë Dy duar një ëndër të dy nxënësve të shkëlqyer të shkollës Shaqe Mazreku, Mikael dhe Mikea Mhilli. Pavarësisht se janë ende shumë të rinj, ata janë mjaft të talentuar dhe dëshmia më e qartë e kësaj janë punimet e realizuara me shumë mjeshtri. Të prezantuar në këtë ekspozitë me 51 tablo të pikturuara vitet e fundit, vëlla e motor janë mjaft të përkushtuar për ta vijuar gjatë rrugtimin e tyre në fushën e artit. Në këtë ekspozitë ne prezantojmë 51 piktura, përfshin deri në 3 vitet e fundit, 3-4 vitet e fundit, dhe është një përzierje e bojave akrilik, të cilat paraqesin peizazhe dhe natyrë të qetë. Secila pikturë minimumi ka 1 muaj, domethënë kërkon, dhe maksimumi besoj mund shkojë deri 3 deri 4 muaj. Ne kemi filluar prej 4 vitesh duke ndjekur një kurs dhe secila pikturë mund të na marrë rreth 1 muaj, ku ne mund të punojmë me detaje. Më pëlqen që shpesh të mos kopjoj çdo gjë nga interneti, por edhe të krijoj gjëra nga vetja ime dhe nga fantazia ime, duke krijuar edhe kontraste me ngjyrat. Na pëlqen më shumë realizmi, po ndonjëherë mund të bëjmë edhe piktura abstrakte që të dy. Talentin e Mikaelit dhe Mikeas e njeh më së miri mësuesja e pikturës Edmonda Rotani, e cila është prej 4 vitesh udhëheqësja e tyre në fushën e artit. Ato me një këmbgulje, me një punë, me një durim, domethënë kanë arritur që sot kanë gjithë këto punime nga domethënë peizazhe, natyra të qeta, instalacione, ndonjëherë edhe te abstraksioni. Kanë punuar edhe me laps, kanë punuar në disa lloj teknikash dhe them që janë goxha për moshën që kanë shumë të talentuar. Motor e vëlla kanë sjellë në këtë ekspozitë të parë një mori tablosh që shprehin më së miri botën e tyre përmes peizazheve nga qyteti, natyrave të qeta, por dhe pikturave abstrakte. Në këtë fillim viti, QKF Durrës ka vendosur të hapë për çdo javë dyert e ambienteve të saj për piktorët e vegjël, për t'u dhënë atyre por dhe artëdashësve dursak një mundësi më shumë për t'u njohur me ata që në të ardhmen mund të marrin stafetën e artistëve të qytetit.